Tash do të zhvillojmë një shembull i cili na tregon se si gjen zbatim syprina sipërfaqes së trekëndëshit në trekëndësha të ndryshëm. Në figurën këtu kemi një trekëndësh me disa elemente të njohura dhe pastaj do t'i gjejmë edhe elemente të panjohura me të cilat do të mund të arrijmë ta gjejmë edhe syprinën e sipërfaqes së trekëndëshit. Meqense ne e dimë nga njësia që kemi shpjeguar për syprinën e sipërfaqes së trekëndëshit se formula për gjetjen e syprinës së cili do trekëndësh është e barabartë me baza edhe lartësia thyer për 2, atëherë neve na duhet që këto dy elemente, baza dhe lartësia, të jenë të njohura për neve në mënyrë që të gjejmë edhe syprinën e sipërfaqes së trekëndëshit. Mirë po, tek trekëndëshi në figurë shohim që lartësia për neve është e panjohur dhe lartësinë do ta gjejmë duke shfrytzuar teoremën e Pitagorës, meqense trekëndëshi ABD shohim se është formuar trekëndësh këndrejt. Njësoj edhe në anën tjetër trekëndëshi ADC, ku brinja AD, lartësia është e përbashkëta e këtyre dy trekëndëshave. Dhe fillojmë e zbatojmë teoremën e Pitagorës. A në katror plus B në katror e barabartë me C në katror. A-ja dhe B-ja janë katetet e trekëndshit, ndërsa C-ja është hipotenuza e trekëndshit. Tash të shohim cila prej brinjeve është katete dhe cila prej brinjeve mbetet hipotenuza tek rasti jon. Gjysmë baza apo segmenti BD është njëra katete dhe e zëvendësojmë tek formula e teoremës së Pitagorës. 5 cm në katror plus kateta tjetër është lartësia dhe zëvendësojmë me shkronjën H, meqense për neve është e panjohur lartësia. Dhe hipotenuza mbetet krahu AB i cili është 13 cm. I ngrisim në katror numrin 5 dhe numrin 13 që janë gjatësitë e brinjeve të caktuara. 5 në katror është 25 cm në katror, pasi që edhe njësia mace ngritet në katror, e përshkruajmë lartësinë që për neve mbetet ende e panjohur dhe ngrisim dhe 13 cm në katror, e që na jep numrin 169 cm në katror. Në këtë rast i ndajmë të njohurat në njërin anë dhe të panjohurat anën tjetër për të fituar gjatësinë e katetës, në këtë rast të lartësisë që po e kërkojmë. 169 cm minus 25 cm. Kur i zbresim numrin 169 me numrin 25, e fitojmë numrin 144 cm në katror, i rrënjëzojmë të dyja anët, dhe vetëm lartësia është e barabartë me 12 cm, pasi që rënja e numrit 144 është numri 12. Dhe tani më vetëm se jemi tek përfundimi i detyrës duke zëvendësuar tek formula për syprinën e sipërfaqes së trekëndëshit. Baza e trekëndshit është 10 cm. Lartësinë e gjetëm se është 12 cm thyer për 2. 10 herë 12, 120 cm në katror, thyer për 2. Në qoftë se e pjesoj numrin 120 me 2, fitohet numri 60 cm në katror. Kështu, arritëm tek rezultati përfundimtar ku syprina sipërfaqes së trekëndshit të dhënë në figurë është i barabartë me 60 cm në katror.